Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes dhe mirë se vini në News 24 fundjavë. Do të qëndrojmë së bashku edhe këtë mëngjes. Kemi një sër tematikash për të diskutuar dhe zhvilluar më tej në studio. Kam kënaqësinë që në nisje të programit të kem të ftuar zotin Qamil Dika, është ekspert i shëndetit publik, mjek në profesion. Faleminderit shumë profesor që ka ardhur në studio. Faleminderit ju për ftesën. Dhe po ashtu në komunikim të drejt për drejt kam juristen Drita Avdyli. Drita, mirëmëngjes, mirë se vjen në këtë komunikim të drejt për drejt. Mirëmëngjes, edhe juve në studio, por mirëmëngjes e gjithë shqiptarëve që po na dëgjojnë tani. Faleminderit e dashur, do të diskutojmë të tre së bashku në studio për një ngjarje që ka ndodhur në qytetin e Korçës, aty ku një mjek dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një vajzë 21 vjeçare, ndërkohë mjeku kirurg 72 vjeç. Doktor, si shikoni këtë rast? Edhe një pamje të përgjithshme të mënyrës se si u bë publike, se si u mor vendimi, se si u arrestua menjëherë mjeku, pa pasur fakte dhe prova të pasura në tavolinë, dhe më pas do të ndalemi edhe tek Drita për çështjen juridike të STR-s dhe më pas të sistemi, se si funksionon dhe i sa ti rastesh ky, ose nuk është rasti i parë që ne dëgjojmë. Në radh parë mua më vjen shumë keq që aktualitetin sa i përket sistemit të shëndetësisë ne këtë fundjavë do të trajtojmë një çështje e cila jo vetëm atakon etikën profesionale të një kolegu, por atakon edhe besueshmërinë e qytetarit ndaj sistemit shëndetësor, së pakpati publik, ose më saktë shtetëror. Dhe në këtë pikpamje, unë si mjek nuk ndihem në kushte komode për të argumentuar qasje. Së pari mua më vjen shumë keq që përballemi me një agresivitet ose me të disatën situacion ku mjekët vihen nën pranga vetëm si të dyshuar. Kjo është një situatë krejt e pa precedent dhe unë mendoj që aspekti ligjor, nëse është i tillë, duhet menjëherë të ndryshojë, ku mjeku duhet provohet fajësia e tij, më pas të shkojë në këto kuste ekstreme, pasi sistemi ynë shëndetësor nuk e ka luksin të humbi asetet të tij, të cilat formsohen me shumë mund dhe në kushtet kur ne kemi mungesa të theksuara të mjekëve, patjetër që është shumë e vështirë të kemi këtë trajtim ndaj mjekëve. Tani, kjo është njëra anë e medaljes. Vetëm pak mund dalë tek aspekti ligjor, anën e dytë të medaljes ma thuaj më vonë, meqense jemi te aspekti ligjor ta pyesim pak Dritën. Drita, si mendon për mënyrën se si u arrestua menjëherë mjeku në Korçë? E tha doktori përsa i përket aspektit ligjor që ka rezerva për mënyrën e menjëhershme të arrestimit, duke qenë që edhe pa diskutim mjekët i kemi në mungesë këtë kohë për shkak të ikjes masive dhe largimit nga Shqipëria. Sigurisht që vepra, nëse është e vërtet, është e dënuar, por kjo është e bazuar në prova. Është vetëm një kallëzim i një zonjushe, por ashtu si tha dhe zoti Qamil, duhet si babai të vajzës më saktë. Po pra duhet të provohet. Unë nga disa të dhëna në Korçë, nga një ndërmjet, se që është atje në tela, tha është një ndërmjekët me figurë më me popularitet në Korçë dhe ndofta njerëzit duhet çojmë dy krahët tash. Ana ligjore që nuk duhet të arrihet të arrestohet pa prova dhe po shikohet nga ana tjetër që për të mbrojtur një apo dy anë personale, po bëhen denoncime të pabazuara në ligj. Kështu që organet kompetente është ai peri i holl që duhet të ndaj të dy anët. Kështu që organet kompetente, prokuroria, OPG-ja, policia, duhet që me prova të sakta të bëjnë, kur kanë prova të bëjnë dalimin e personit dhe jo menjëherë me një kallëzim të një në rastin që është babai i kësaj vajzës. Sigurisht që nëse është e vërtetë dhe nëse ka prova, atëherë ky është një rast që duhet dënuar, është një rast penal. Në raste të tilla nuk ka drejt për drejt ndërmjetësim, por ndiqet pra vepra penale, pra mos keq kuptojnë qytetarët që me ndërmjetësim ndalohet vepra penale, jo vepra penale nëse ekziston dënohet, ndërmjetësimi pastaj ndërmjetëson pasojat e tyre që mos shkojnë dhe ta carohen situatat më shumë. Qartë, doktor, ana e dytë e medaljes, po më thoje? Ana me dytë e medaljes është një situatë krejt problematike, e cila është e përsëritur për hir të së vërtetës. Të paktën ky episod është vijon, pason
të tjera emisione investigative të cilët kanë evidentuar edhe me prova, madje, të sakta ku mjek të ndryshëm në sistemin shtetëror kryen ngacmime të sferës seksuale ndaj pacientëve të tyre. Kjo është e papranueshme, është e dënueshme dhe sistemi nuk mund të mbaj në gjirin e tij mjek apo profesionist të tillë të cilët kanë këtë qasje me pacientët. Ne ndoshta, si shoqëri, duke qenë se jemi problematik në këtë aspekt, shpesh herë pacienti në sistemin shtetëror konsiderohet si një pronë private, ati mund ta depersonalizosh, mund ta shfrytëzosh, mund t'i marrësh parat. Këto janë koncepte që nuk kanë bëjnë më me epokën ku ne ndodhemi në sistemin shëndetësor aktual. Çfarë do të thotë kjo? Ndoshta është koha që ne të evidentojmë saktësisht që për mjek të kësaj moshe të paktën, ai ishte 72 vjeç. 72 vjeç, po. Dhe akoma ishte ushtronte veprimtarinë e tij profesionale pranë spitalit rajonal të Korçës. Edhe ky është një aspekt i cili duhet evidentuar. Ne nuk kemi saktësisht një qëndrim nga ana e spitalit shtetëror rajonal të Kam si Korçës. pyetje, përsa i përket spitalit rajonal të Korçës, po edhe Ministrisë së Shëndetësisë, për të qetësuar ndoshta edhe opinionin publik, sepse është një temë shumë sensitive. Temë shumë sensitive dhe pat një impakt dhe patjetër duhet kishte një qasje jo vetëm mbi moshën e tij, por edhe mbi veprimtarinë e tij dhe a ka një rregullore spitali të saktë e cila evidenton, saktëson të gjithë procedurën se si duhet të ndiqet, a saktësohet aty që në çdo situatë të tillë kur kemi një paciente femër e cila kërkon një ndërhyrje, duhet shoqërohet patjetër nga një infermiere. Është pjesë e protokollit kjo? Sigurisht që kjo është pjesë e etikës mjekësore, pa kontestueshme, por protokollet të sakta në këtë pikpamje nuk janë në gjendje të them që janë në spitalet shtetërore shqiptare të cilat e zbatojnë këtë gjë. Por një mjek i cili ka besueshmërinë e tij ndaj pacientit, patjetër që i zbaton me përpikmëri aspektet deontologjike të sjelljes së tij me pacientin, së paku në pranit të një familjari dhe patjetër në pranit të një infermiere e cila shmang çdo format keqkuptimi. Dhe kjo patjetër edhe e mbron veprimtarinë profesionale, sepse akuzat herë mund të jenë dhe të pabaza nga ana e pacientëve të ndryshëm. Këtë pyetje kam për dritën, përsa i përket ngacmimit seksual në ambiente të mbyllura, siç është edhe ambienti i spitalit, ku ndoshta provat nuk e dim se si duhet të jenë tani dhe se si duhet të shtrihen që të rezultojë diçka në fund. Pra, si mendon drita, si e gjykon kur rasti është kaq i izoluar? Po. E para punës çdo institucion publik ose jo publik duhet ketë një rregullore dhe ashtu si kundër u tha duhet ishte dhe një dalje e një institucioni që mban për këtë qëndrim. Unë mendoj që të gjithë njerëzit për të ndjerë të sigurt dhe dinjtos, sigurisht nëse nuk ka pas as infermier, pra nuk jam e fushës por nga ana ligjore duhet ketë një rregullori që të shikohet a është ndjek rregulloria në këtë proces apo jo. Të sankcionoj veprimtarinë e mjek, e ushtrimit të veprimtarisë mjekësore brenda institucionit, po patjetër, duhet të jetë e sankcionuar kjo gjë. Dhe parë duhet ta marrë prokuroria. Duhet të merren dokumentat pastaj që është ndjek kjo procedurë apo jo. Por në logjikën time, me qenë se është një mjek i vjetër, ka një eksperiencë të madhe, por edhe nëse pacientët ose edhe në marrëdhënie pune, kur persona të ndryshëm ngacmohen, ato duhet të vendosin kufit me njëherë, të jenë të qartë, mos jenë emocional, t'i bien shkurt, ka shumë të largohen nga ky ambient, duhet të jenë kur ndihen të pasigurt ose të kërkojnë dhe një, nëse nuk është infermierja, të kërkojnë dhe një person shtesë ose familjar ose personel staf. Kështu që kjo them unë do shikohet shumë në rregull nga institucioni dhe nga prokuroria, por jo që t'ishte bërë arrestimi direkt i doktorit. Avokatja e pacientes pretendon se mjeku kishte dekada që përflitej për raste të tilla. Pse, nëse gjithmonë është e vërtetë, sepse ne nuk dim asgjë, nuk kemi asgjë të
konkretuar. Pse nëse kjo është e vërtet, ky mjek ka shkuar deri në këtë moshë në sistemin shëndetësor? Pra, edhe këtu dua dhe ndërhyrjen e Drita Avdyli, sepse është vetë juriste. Si mund të dalim me pretendime të tilla, pa pasur diçka të faktuar dhe e kundërta, pra? Të marrë mendimin e doktorit që kam në studio, sepse është në rolin e një kolegu, pavarësisht se nuk e njihni personalisht. Në parim, unë nuk mund të bazohem thjesht mbi pretendime të një pale. Sigurisht që ai mund të ketë qenë problematik, po mund të ketë qenë dhe i shkëlqyer. Unë personalisht nuk e njoh dhe nuk mund ndaj konsiderata as pozitive, as negative. Pa tjetër, i takon veprimtarisë e institucionit, që të zbardhë më shumë në drejtim të këtyre pretendimeve, por ajo që është e vërtet, është që institucioni duhet bazohet në një rregullore të qartë mbi ushtrimin e veprimtarisë profesionale, e cila sankcionon dhe problemet etike. Ne duhet bazohemi edhe në një element tjetër. Shoqëritë e konsoliduara, siç është Kanadaja, Gjermania, SBA-ja, ka në raste edhe shumë monstruoze të abuzimit, jo vetëm me pacientët, po edhe me fëmijët e kështu me radhë. Pikërisht lindur nga këto element, ato kanë strukturuar protokolle të sakta, rregullore të sakta, të cilat më pas institucionet i kanë elaboruar në një nivel të atill që jo vetëm pacienti ka besueshmëri, por dhe në rast se profesionisti i shkel ato, ai humb licencën e ushtrimit profesionit dhe përjashtohet automatikisht nga sistemi shëndetësor për të ushtruar veprimtarinë e tij. Dhe në këtë pikpamje, ne më së paku duhet qasemi në këtë drejtim. Ne nuk kemi luksin të arrestojmë mjekët, por nga ana tjetër kemi maturinë e plot institucionale për të krijuar bazën e duhur ligjore të garantimit të veprimtarisë profesionale, por edhe të respektimit të dinjitetit të pacientit dhe moscënimit të besueshmërisë nga ana e tyre. Zonja Avdyli, si ke parë pretendimet nga ana e avokatës që janë bërë edhe publike këto pretendime ndërkohë? Tani, pretendimet që bëjnë juristët apo avokatët duhen të jenë bazuara në prova. Nëse ka prova që personi është përsëritës dhe është me sjellje të tillë, atëherë gjyqi do fitohet, por më vjen keq, pretendimet janë disa shashka që mund të hidhen dhe provat janë diçka të tjera. Sigurisht që ashtu si kundër e tha dhe doktori, jo ky institucion, por çdo institucion ka kodin e etikës ku për persona që ka përsëritës janë marrë masa disiplinore dhe kjo vërtetohet shumë kollaj duke ju drejtuar ose qëndrimi që mban institucioni i Spitalit të Korçës për këtë qëndrim. Dhe nëse në mendimin tim personal, nëse do ishte i tillë, mjeku nuk do të kishin mbajtur në periudhën e daljes në pension. Pra, për tipa të tillë, nëse nuk e ke dënuar një herë me masë disiplinore, pra ke mbajtur qëndrim, ti me zor pret që të dalin pension. Mendoj që mund të jetë e kundërta, pra nëse janë vetëm pretendime... Po mirë, mund të kemi edhe një rast tjetër që fakti që ai është në një moshë të tillë mund të ketë një deviacion të sjelljes, sepse çfarë nuk pritet, ë? Pra nuk mund të flasim për të dyja anët në këtë moment. Jemi në kushtet që mund të flasim për të dyja. Jam shumë dakord, por mos flasim me pretendime. Pra nëse kemi një raport mjekësor të mjekut, provat që mund të ketë avokatja, jemi shumë dakord për qëndrimin. Por po nëse të ngelen vetëm në kuadrin e pretendimeve dhe mjeku fiton gjyqin, atëherë çfarë ndodh atëherë? Çfarë do të ndodhi nëse nuk do të... Atëherë nëse humb gjyqin pacientja, pra nëse nuk provohet me prova, pra janë vetëm pretendimet të cilat mund të jenë dhe nga një inat i mëparshëm, mund të jenë një, sepse jemi brenda qyteteve të vogla që njihen brenda për brenda. E para punës, pra çuditëm që Spitali i Korçës nuk ka dhënë, ose mund ta ketë dhënë dhe shumë konfidencial për prokurorinë. Unë mendoj që në këtë rast ose do shkojmë tek ndërmjetësimi, jo për të ulur apo për të shmangur veprën penale, por doktori në këtë rast kërkon dhe një dëmshpërblim moral, financiar, sepse është ulje e reputacionit. Por kjo gjithmonë kur kemi një vendim të qartë, vendim gjykate. Doktori, po. Ulje e reputacionit është në shkallë më të vogël, sepse dëmi, stresi
prishje e karrierës. Sepse ai përfundoi edhe në spital, ë? Po patjetër. Do të thënë në këtë pikpamje kostot kjo individuale për shkatrimin e një karriere mund të jetë e financiare. jashtëzakonshme. Nuk e di a është ky rasti, të them drejtën, doktor, por në pra, parim ne duhet të jemi shumë kujdesshëm. Financiar dhe Drita. psikologjik. Po, doktor, edhe Megi. Pra, në këtë rast kemi një dëmshpërblim financiar, një dëmshpërblim nga një raport nga psikologu, të cilët do të bëhen nëse pacienti humb gjyqin dhe ngelet vetëm me pretendimet. Po nëse ndodhe kundërta, nëse dëshmohet që mjeku ka kryer këtë vepër, sa rrezikon dhe si rrezikon ai në këtë moshë që është doktori, sipas ligjit? Ai dënohet nëse ka për herë të parë 3 deri në 5 vite dhe nëse ka përsëritje 5 deri në 7 vite. Pra pritet dëshohet dhe çfarë do të ndodhë. Kjo gjithmonë me prova. Unë jam i mendimit që ne nuk duhet të bëjmë tifo të tipit se sa mund dënohet mjeku edhe çfarë do të përfitoj pacientja. Duhet ta dimë se çfarë rrezikon. Edhe pacientja edhe mjeku, se pacientja mund të ketë ky një rast i përsëritur në sistemin shëndetësor shtetëror në Shqipëri. Ndoshta ka dhe raste të tilla në sektorin privat dhe ne këtu jemi për t'i bërë thirrje drejtuesve të sistemit që nëse nuk ka një bazë rregulluese të veprimtarisë mjekësore e cila sankcionon me hapa konkrete për të përjashtuar çdo element të tillë të mungesës së etikës apo të mungesës së dinjitetit pacientit, është momenti që ne duhet të reagojmë tani. Dhe madje do të guxoja edhe më shumë se kaq për sektor themelor të shoqërisë, siç është edukimi, siç është mjekësia, shëndetësia në tërësi dhe drejtësia, ndoshta është momenti që ne të kalojmë tek një vlerësim psikiatrik i sjelljes tyre për të shmangur të gjithë deviant, po psikiatrik patjetër, sepse një sjellje e tillë e një 72 vjeçari, nëse është e vërtet, është tejet e rëndë. A është momenti që ne të reagojmë përmes elementeve të fortë në mënyrë që mos mbajmë abuzues në sistemet tona të cilët japin drejtësi, edukojnë brezat edhe japin shërbim shëndetësor. Ky është elementi për cilën unë mendoj që ne duhet të qasemi dhe patjetër që është momenti nga ana e vetë sistemit për të marrë në dorë aspekte menaxheriale. Një drejtues spitali rajonal nuk është vetëm për të marrë në punë mjek dhe infermier, nuk është në punë vetëm për të bërë tendera të administrimit, por është edhe për të sankcionuar këto aspekte. Ky është baza e veprimtarisë. Pastaj, në qoftë se aty vendoset një i cili nuk ka asnjë sensibilitet në raport me sistemin shëndetësor, patjetër punët do shkojnë gjithmonë e më keq. Në qoftë se aty vendoset një vajzë 27 vjeçare e cila nuk ka asnjë lloj qasje në raport me veprimtarinë, apo do të vendoset një e cili vjen totalisht nga një fushë tjetër që as me administrimin nuk ka qasje, patjetër që ne do të kemi problematika të kësaj kategorie të përsëritura madje. Qoftë se nuk ke një mjek, një personalitet i cili sankcionon veprimtarinë e një institucioni themelor në një qytet qendror të një qarku të caktuar të Shqipërisë, patjetër që ne do t'i kemi këto aspekte të përsëritura dhe qytetarëve do t'i bie besimi në raport me sistemin shëndetësor. Mënyrë se si mund të reagojnë qytetarët edhe disa detaje të tjera të çështjeve juridike do t'i diskutojmë pas pak. Zonja Avdyli, kemi publicitet në këto momente, mos u largoni, jemi sërish së bashku pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Vjoj të qëndrojmë me zotin Shamil Dika, ekspert i shëndetit publik, mjek në profesion. Faleminderit shumë që vjoni të qëndroni me ne. Faleminderit ju për Po ftesën. ashtu kemi në komunikim të drejtë për drejtë juristen Drita Avdyli. Drita, jemi sërish së bashku në komunikim, do tani sërish me mjekun që kam në studio për cënimin e raportit mjek-pacient, që është një nga raportet më të rëndësishme sektori shëndetësisë, siç edhe arsimi apo çështjet juridike që e përmendet që duhet të kenë një raport më të rregulluar dhe më të konsoliduar, është një raport shumë i rëndësishëm dhe në këtë moment besoj që synohet, jo vetëm Spitalin e Korçës që krijon aludime etj, po edhe mund të jenë vërtet këtë ne nuk e dim akoma, por synohet një raport shumë i rëndësishëm besueshmërie që ka ndërmjet meje dhe jush që jeni mjeku. Po patjetër një akt i tillë pati një impakt të gjerë në publikun shqiptar dhe jo më kot sensitiviteti që përcjell një veprimtari e tillë e pakujdesshme
qoftë nga ana e mjekut, apo edhe dashakese nga ana e pacientit, për cilën ne akoma nuk kemi qartë juridikisht në këtë aspekt, dhe sigurisht hetimi do ta shtërojë këtë pikpamje, cënon rënd besueshmërinë që ka qytetari ndaj institucioneve që ushtrojnë veprimtari mjekësore. Dhe ky është akti më i rënd apo kosto më i rënd që ka edhe vetë sistemi, por edhe qytetari apo publiku në tërësi. Kjo shmanget lehtësisht me kujdes individual, me një komunikim të strukturuar dhe të mirëfillt midis profesionistit, mjekut apo infermieres ndaj pacientit, së pari për ta informuar atë, është shumë e rëndësishme informimi, sepse herë mjekët e neglizhojnë këtë hallk, i drejti qytetarit mbi procedurën që duhet bëj, por edhe bashkëpunimi me stafin. Ajo që i mungon thelbësisht sistemit shtetëror së paku në Shqipëri është konsulta multidisciplinare apo bashkëpunimi me kolegët. Kjo gjë, duke mos ekzistuar në rutinën e përditshme të strukturuar në institucionet publike, po krijon kosto. Kosto sepse fare thjesht një situatë e tillë mund të shmangej me praninë e një infermiere, e cila megjithëse ka qenë familjari i saj, po kjo ngelet prapë për tu parë. Zonja Avdyli, a ka hapësirë ligjore që familja të padis nga aspekti civil Spitalin Rajonal të Korçës për mos garantimin e sigurisë së vajzës së tyre apo cënimit të integritetit të saj? Pra, kjo pyetje shumë e bukur. Pra, kemi këtu edhe një vepër penale, nëse mund ta quajmë, por spitalit apo dhe kundër doktorit, familja nuk mund t'i drejtohet. Pra, qëndrojnë dy aspekte. Për veprën penale, pra për këtë ngacmimin, mund të ankohet çdo njeri, një person që e shef vajzë, pra klienti, familjarët, babai, ndërsa për aspektin civil duhet t'i drejtohet vetëm klientja, zonja ose zonjusha, sepse ajo është madhore, është 21 vjeçe, dhe vetëm nëse ajo jep përqimin me prokur një avokati qoftë dhe familjarit, atëherë mund të ngrihet pra një padi civile për këtë rast. Si duhet? Por këto janë dy gjëra të ndara, pra vepra penale është tjetër gjë dhe vepra civile është tjetër gjë. Pra ne ta bëra si pyetje për të bërë një ndarje. Por ashtu edhe, pra kjo është një anë e medaljes, sigurisht nëse kanë të drejtë të mos heshti vaza, të dëgjohet, të mbrohet, ndoshta ka nevojë për këshillim psikologjik, pse jo, por marrim aspektin tjetër. Pra, sepse kjo, si thatë ju, që avokatja pretendon, pra nëse nuk ka prova, atëherë nëse doktori ka pra deli pafajshëm nga institucioni që është gjykata, sigurisht me vendimin e formës së prerë, edhe ai përveç kësaj veprës penale që mund dali i pafajshëm, ka të drejta hedhin këtë në një padi civile, sepse thamë që kërkon dëmshpërblimin moral, dëmshpërblimin psikologjik që i ka shkaktuar me qenë se ushtruar në spital, sigurisht, dhe një ka dhe të drejtën për padin civile për dëmin sigurisht që mund ta kërkoj financiarisht për uljen e figurës së tij, meqense thatë që ishte 72 vjeç dhe nëse pretendohet që ky është një doktor i mirë. Pra unë mendoj që kjo sjellje, pra kjo gjë duhet trajtohet shumë me kujdes. Por meqense është një temë shumë sensibël, pra këto ngacmimet ndodhin dhe në marrëdhëniet midis punëdhënësit dhe punëmarrësve, unë i këshilloj të gjithë personat që mund të kenë ngacmime që të sillen pa emocione, qetë, sigurisht që duhet mbledhin prova. Pra, vajza ose familja e vajzës në këtë rast duhet mbledhin të gjithë provat. Si juriste, e shikon të drejt këtë reagim të një vajze 21 vjeçare pa pasur prova në dorë? Si juriste, gjithmonë, në profesionin tuaj? Pa pasur prova, jo, sepse në rast të parë, babai duhet i drejtohet institucionit, ose nëse janë drejtuar institucionit për të bërë ankimin, dhe nëse institucioni, Spitali Rajonal i Korçës nuk merr masa për këtë, pra nëse ju bët pyetjen më përpara që ky mjek e ka rastin e përsëritshëm ose është thënë në media, por nëse institucioni pra Spitali Rajonal i Korçës, nëse themi pas ka qenë rasti
përsëritshëm, nëse nuk merr mas, atëherë familjarët mund t'i drejtohen OPG-s ose prokuroria në këtë rast nuk duhet ta bëj nuk duhet të bëj arrestimin pa patur provat reale. Doktor, si shikon? Shiko, kjo e drejta e personit është një fije e piri. Pra, ndoshta për personat është e drejtë, sigurisht që gjithë vajzat kanë të drejtë, edhe të mbrohen dhe të flasin për çdo moment, por mundet që t'jetë edhe ndonjë inat i vjetër që duan t'i ulin reputacionin edhe doktorit që është 82 vjeç, meqense ka një moshë të thyer, prap kontribon për shëndetin për qytetarët e Korçës. Pra, duhen prova shumë të sakta. E qartë, zonja Avdylia, do kaloj tek doktori në këtë momente për presionin që shpesh pacientët bëjnë tek mjekët. Shpesh nxjerrin telefonin, pra i vendosin në presion të vazhdueshëm, ndoshta edhe nga halli se të shkosh në spital dhe mos të gjesh një shtrat ku të shtrihesh apo të marrësh një zgjidhje. Megjithatë, dua të shikoj të dyja anët. Edhe gjithë tensioni që pacienti ka ndaj institucionit apo ndaj sistemit në tërësi për cilësinë e medikamenteve, për aksesin në sistem, për dinjitetin në cilin ata trajtohen, gjithë ky tension i shfryhet mjekut. Kjo është një gjë krejt e padrejtë, për mungesat e medikamenteve shpesh herë ne kemi pasur rastet goditjes së mjekut, si pasojë, po mjeku nuk ka lidhje me mungesat apo për moskryerjen e analizave laboratorike e kështu me radhë. Kjo gjë zgjidhet me komunikim, transparencë dhe rregullimin e veprimtarisë. Është mjeku duhet të jetë në lartësinë e duhur, së pari ta informojë qytetarin në raport me gjithë veprimtarinë e tij profesionale, të informojë mbi të drejtat që ka, mbi procedurat që do të kryhen dhe të jetë sa më transparent. Pastaj, të gjitha problematikat e tjera, qytetarët kanë drejtën e tyre të ankohen dhe madje mirë është të nxitet një ankesë, sepse nxit edhe reagimin e efekteve të tjera zinxhir, po edhe të rasteve të tjera. Të gjitha këto elemente shmangen vetëm përmes protokolleve mjekësore. Nëse protokollet mjekësore dhe rregullimi i veprimtarisë në bazë të rregulloreve përkatëse do të shmangi të gjithë konfuzionin e pacientit, e qytetarit për adresimin e tij në sistemin shëndetësor dhe patjetër ka protokolle të posaçme se si duhet administruar procedura edhe intime herë në shërbime të caktuara mjekësore, të cilat shmangin çdo problematik. Edhe adresimi i qytetarit duhet të jetë patjetër në institucionin shëndetësor për të gjitha këto aspekte dhe jo gjithmonë i adresuar në institucione si që është media apo prokuroria dhe kjo pastaj lind debate të cilat krijojnë një impakt që zgjat në vite midis familjarëve dhe profesionistëve. Absolutisht, dhe sidomos në vendet vogla siç janë qytetet e vogla që krijohet edhe një stigmë mbi të gjitha për vajzën që ka bërë denoncimin. Doktor. Për vajzën, por edhe për mjekun. Pa diskutim për të dy anët. Figura e tij, domethënë, mori për masa të kombëtare praktikisht, duke dyshuar mbi ai mund të jetë i shkëlqyer, mund të jetë problematik. Cënimi integriteti. Doktor, faleminderit shumë që të kisha në studio sot për trajtimin e kësaj çështje. Faleminderit për trajtimin e këtyre problematikave. Shpresojmë të kemi nxitur sadopak politikë bërësi për të rregulluar këto masa të duhura për adresimin e qytetarëve në sistemin shëndetësor. Zonja Avdyli, të përshëndes dhe të falenderoj nga studio për praninë tuaj dhe për mesazhet e dhëna për këtë çështje tepër sensitive. Faleminderit. Faleminderit, Megi, por kjo të jetë një këmban alarmi themun jo vetëm për sistemin e shëndetësisë, por dhe për sistemin e arsimit, por dhe në marrëdhëniet në çdo institucion punëdhënës punëmarrës, të ketë një rregullore dhe nëse vjen re provat të ankohet brenda institucionit, pastaj të çohet në prokurori. Faleminderit shumë, të përshëndes në studio. Asnjëherë zëri i vajzave po dhe djemve që ngacmohen mos të hesht. Faleminderit, përshëndes. Ora është 9:58 minuta, do të shkojmë shkurtimisht në publicitet në këtë moment, rikthehemi me një tjetër tematik në studio.